Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawla. Falendrojmë Allahun fuqiplot, mëshiruesin, mëshirbërësin, Zotit të botave. Allahun e falendrojmë se është I vetmi që meriton të falendrohet, të madhërohet, të adhurohet. Përshëndetjet, salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam I dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe mbi të gjithë ata të cilët rrugën e tij e pasojnë. Të dashur vëllezër, jemi të buar, e bashkohemi në një prej vendeve më të bukura e më të dashura tek Allahu te bareke ve teala. Ai vend është xhamia. Xhamiat janë dritat e qyteteve, janë dritat e fshatrave, janë dritat e vendeve ku jetojnë njerëz të cilët I binden Allahut te bareke ve teala. Ja, Allahu na ka zgjedhur. Na ka zgjedhur dhe na ka bën nga ata të cilët do t'ja dim vlerën, kimetin, xhamisë shtëpisë Allahut te bareke ve teala. Edhe prandaj të bohemi, takohemi, aktivitete të ndryshme, hale dete, të gjithë mundohemi t'i bëjmë në këtë vend. Shtëpia Allahut azza wa jall. Të jesh në një xhami, ta frekuentojsh një xhami, është nder. Është nder me të cilën të ka nderuar Allahu azza wa jall. Nëse aty ti ku jeton ka xhamia dhe ti asnjë xhami nuk e frekuenton, dije se je I privuar. Dhe Allahu fuqiplot nuk ta mundson që ti të jesh pra asaj shoqërie ose pjesë asaj shoqërie që japin rëndësi shtëpisë Allahut te bareke ve teala. Mos vajtja jote në xhami, mos shkora jote në xhami, mos frekuentimi I xhamisë pra në stande, nuk është e keqe ose diçka e dëmshme për xhamin si xhami. Mos frekuentimi I xhamisë është dëm për ty, është keq për ty, është dënim për ty. Pse? Për shkak se Allahu subhanahu wa taala gjën e parë që ka bëri në dynjan tokë, inna awwala baytin wudi'at lin-nas. Shtëpinë e parë që Allahu e themeloi, vendoi tokë në dynja për njerëzit çabja. Gjë e parë me shpërnguljen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka bëri ndërtimin e xhamisë. Gjë e parë kur ti shpërngulesh për një vendi në një vend tjetër, ti kërkon xhamin. Dhe të intereson sa larg është xhamia nga banesa ose shtëpia. Sepse në xhamin në të cilën ti e frekuenton dhe shkon dhe të tjerët ku shkojnë, aty njohtohesh me vëllezër njerëz të ndryshëm. Aty e madhrojnë Allahun fuqiplot. Aty I përulesh Allahu si të gjithë të tjerët. Dhe ti e ke kuptuar se vendet më të dashura tek Allahu janë xhamiet. Kush kërkon vend më të dashur se xhamiet ka dallashit. Shumë ka gabu. Se nuk ka vend më të dashur, më të mirë se xhamiet. Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhamit I ka emërtu shtëpitë e Zotit, shtëpitë Allahut. Ne I kemi shtëpitë tona, të cilët ne I ka fali I madhi Zot, I madhi Allah. Çka u merr mendja? A shtëpitë tona janë më të rëndësishme, më me vlerë apo shtëpia e Allahut? Du përgjigjen. Shtëpia e Allahut. Shtëpia e Allahut. Është një thënie që e themi me plot bindje. Edhe askush s'u thotë jo shtëpia jeme. Pra këtë e dim se nuk ka vend dhe shtëpi më të rëndësishme, më me vlerë se shtëpia e Allahut te bareke ve teala. Masi që këtë e vërtetojmë, e pohojmë me vetë gjuhët tona, dhe kjo është bindja jonë, atëherë dëgjohë fjalën e Allahut te bareke ve teala, me cilin ajet e fillojmë këtë ligjërat. Innama ya'muru masajid Allah men amana billahi wal yawmil akhir. Vërtet, xhamit, shtëpitë e Allahut
i mirëmbajnë ata që besojnë në Allah dhe ata që besojnë në ahiret. Wa aqamu sala, dhe ata që falin namazin, dhe ata që japin zakatin, dhe ata që nuk i friksohen kur kujt tjetër posa Allahut. Këta janë ata të cilët i mirëmbajnë dhe kujdesin për shtëpitë e Allahut. Mirëmbajtja, kujdesin dhe shtëpive të Allahut Azza wa Jall bëhet në mënyra të ndryshme. Xhamia walillahil hamd ka shumë, ndërtohen, blehen. Alhamdulillah. Ajo çka është e frikshme, ajo çka është e mërzitshme, se sa u jepet haku xhamive. Sa u jepet haku xhamive. Sa ne si xhallaru e japim haku xhamive. Dhe sa ju si musliman që besoni në Allah në ahiret u jepni haku xhamive. Nëse besojmë në Allah dhe në ahiret, dhe ta dëshmojmë atë besim me kujdesin dhe mirëmbajtjen tonë dhe shtëpisë Allahut te bareke ve teala. Në mënyra të ndryshme që na i ka falë, që na i ka mundsuar Allahu subhanahu wa taala. Dëgjoj fjalën e Hasan al-Basri rahimahullah. Idha ra'aytum rajul yahtadu al-masjid fashhadu lahu bil iman. Nëse shihni një njeri që kujdeset për xhamin, dëshmoni për imanin e tij. Nëse shihni një njeri që kujdeset për xhamin, dëshmoni për imanin e tij. Se nuk kujdeset për xhamin përpos se njeri imanli, njeri me iman, që beson në Allah në ahiret. Sa xhami ekzistojnë, ndërtojnë e blehen. A u amër mendja dhe a dini se sa xhami do të dëshmojnë kundra nesh në ahiret para Allahut. Se xhamit nuk blehen, nuk ndërtohen vetëm për me shku me pi një kafe, me lut një lojë me të. Po xhamit janë shtëpitë e Allahut për madhërim, për të njësuar Allahun, për të mësuar nxënës, për të bërë aktivitete të ndryshme, për të ringjallur sunetin, për të ripërtrir imanin. Janë vende të veçanta. Subhanallah, nuk ke guximin për shkak të shoqes tënde bashortes me pi një duhan, një cigare në xhami. Thot dil jashtë, thot mama ty mos dhomën, momi ty mos thot perdet. Dhe detyrojsh ta respektojsh, sepse dhe ajo lodhet, po pastron mirëban. A pak para se dëshmot se vendi më i rëndësishëm me vlerë shtëpia e Allahut. E po me çfarë guzim me pi duhan shtëpitë e Allahut? Me çfarë guzim? Si mundemi, çfarë? Subhanallah. Po me emocionon kjo. Çfarë imani kemi? Me i keq përdor, me i poshtru vendet Allahut subhanahu wa taala. Aty ku lexohet Kur'an, aty ku falet namaz. Kjo ndodh vëllezër për shkak se nuk e kemi kuptuar ende vlerën e xhamive. Dhe xhamit nuk frekuentohen për namaz ibadet, po mund frekuentohen vetëm për një relaks me gjëra jo të pëlqyera ose jo të lejuara fetarisht. Lumja i cili kujdeset për xhamin. Lumja i cili një pik djerse i pikon për xhamin. Lumja i cili një gosht e vendon në xhami. Lumja i cili një fshise i jep xhamis. Lumja i cili toaletin e xhamis e pastron. Lumja i cili xhamin e parfymos, hedh era parfume të ndryshme që kur të vinë njerëzit falësit e namazit të kënaqen në xhami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa ditë nuk e pa gruajen e cila kujdeseshte për xhamin që e fshinte. Tha, ku o tha filanja? I thanë sahabët, ka vdekja Rasulullah. Edhe këshin varos, pa i tregu. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo që shumë jo, që shumë e thjesht e murët këtë?
A që e kollajshme është dikush me u kujdes për xhamin, me e mirëmbajt xhamin, edhe ka vdek, hajde po e çojna e varrosim, e pa ditë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. E shkoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ja fali namazin e xhenazës të vori. To xhami mirëmbahen edhe me namaz me xhamat. Xhamit nuk dërtojnë, nuk blejnë vetëm ja me u lavdru se kemi një xhami, kemi blet një xhami, kemi bon një xhami, e çka? Prej shenjave të kiametit, kur njeriu do kalon pranë xhamis 2 recate nuk di fale. Hyn xhami, nuk i teket 2 recate ti fale. E me çka më u krenu? Duke ditur se xhamit mirëmbahen me namaz. Ato që zbukurojnë xhamin janë xhamati. S'ka vlerë xhamia pa xhamat. S'ka vlerë xhamia pa njerëz që adhurojnë Allahun e madhrojnë në atë vend. S'ka vlerë. Sepse kështu mirëmbahen shtëpitë Allahut Azza wa Jall. Namazi me xhamat, përmes të cilit namaz mirëmbahet xhamia, është obligim. Është obligim. Warka'u ma'a ar-raki'in. Dhe bëni ruku ose bini ruku me ata që bëjnë ruku. Kush bëjnë ruku? Xhamati. Thot Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, kush dëshiron të takoj Allahun nesër si musliman, s'na dihet dita momenti, le ti ruaje këto namaze, ka than aty ku thirret për to. Kush dëshiron Allahun nesër të takon si musliman, le ti fale namazet, le ti ruaj këto namazet aty ku thirret për ato namazet. Ku thirret njeriu për namaz? Në xhami. A shikoni vëllezër, një konflikt i vogël me shteteve, me vendeve, gjë e parë çka bëjnë kallën xhamiet. Gjë e parë kallën xhamiet. Gjë e parë sulmojnë xhamiet. Islamofobia, kulminacioni islamofobisë xhamit. Po na pengon ezani, po na pengon thirrje. Pse? Sepse janë vende të veçanta ku të bohen besimtarët dhe bashkarisht të unifikum e madhrojnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj quhemi ahlu sunna wal jamaa. Ne jemi të bashkum, ajo që na bashkon dhe na bën çdo hir të bashkuar është Kur'ani, Suneti. Pa mos qenë këto xhami, si do të jemi ne të bashkuar? Keni parasysh një kohë se mi njeh, nuk i kemi njohur njëri tjetrin. Jemi njohtur në këto xhami. E kemi njohur njëri tjetrin në për këto xhamia. Se kemi ditë, kjo është një prej vlerave të rëndësive të shpive të Allahu te bareke ve taala. E thot Abdullah ibn Mesudi, vazhdon, thot, ne nuk mungonim thon nga xhamit. Sahabiu, përveç thot hipokriti dhe ismuti. Nëse nuk del në xhami, ata kështu mendonin, ja ka vdek, ja është ismur, ja është munafik. Ai cili nuk del në shtëpinë e Allahut te bareke ve taala dhe ta fal namazin e xhamat. Nëse këto fjalë nuk na i prekin zemrat, dhe nëse me këto fjalë nuk fillojmë pak të mendojmë dhe të vetëdijsohemi dhe ta ndryshojmë vetën dhe gjendjen tonë, vallahi nuk e dini kur do të ndryshojmë. Deri kur jetën kështu do ta kalojmë. Ne thot nuk mungonin xhami. A dini vëllezër, 30 vite me radhë një tekbir fillestar në xhami nuk i ka hup. 30 vjet me radhë në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tekbiri fillestar nuk i ka hik. Po mos folim ta presish recatin e fundit ta arish me imamin. Mos folim për këto vonesa. Po folim për mos ardhjen e vëllezërve në xhami dhe mos dhënje rëndësi xhami shtëpive të Allahut te bareke ve taala. Ne themi, xhamia është shtëpia e Allahut dhe më me vlerë se shtëpia tonë. Po pse be me ne shtrit aty para televizorit?
shtëpinë tënde që është me shumë pak vlerë se shtëpia e Allahut e mos me ardhë me kanë mysafiri i Allahut në xhami, edhe me fal namazin me vëllezërit tu, çka të pengon? Çka të mundon? Çfarë të keqe shikon në shtëpinë e Allahut azza wa jall? Këtë qetësi, këtë kënaqësi, nuk e gjen askund. Dije këtë, ku do kush, atë shtëpinë tale, nuk e gjen. E nipni të mesa o gruja, nuse, ama lenëm një qkoj pak të dhoma atje se du të pushoj jam lot. Vjen këtu, falë 2 rekat namaz, edhe pushon, edhe Kur'an lexon, edhe Allahun dhikr e bën. Edhe nëse dikush vjen, më falë, tu pak 3 vetë, du të bëj dhikr. Me njerë largohet. Se çdo kush e kuptojmë se në xhami bëhet dhikr, bëhet ibadet, dhe në xhami nuk vim për ta shqetësojmë njëri tjetrin, por vim për ta madhërojmë Allahun te bareke ve teala. Disa i tregojmë do raste pagës për me ngjallat vetë dijen te ne. Një prej rasteve që e pata çka shpejt me një djalë i ri. E dini ju, shumica e trive shkojnë në për do forloj diskoteke, kafe bara, nuk e përmendi bile diskon. Kafene disko, e shka është e njohur këtu. Ty boru kje djalit e hub vedien, 2 shejtana hynë pite diskoja. Për me syrit të njenit aty, që ka pas gjelozin edhe sulmohet. Ama baba vetë nuk e dike se kjo shkon atje. E tash, baba vetë e kuptoj se ku për shkoj ka djali natë kur djel për shpis. Vetëm shtëpita Allahu të kera atë lëkin. Në për qato vende nuk ke kur gjithë tjetër për posë shejtan lëqe, sulme, probleme, divorce, mos marveshje, se shok mas shoku devion njëri tjetrin, e largon njëri tjetrin, dhe vjen deri në atë nivo njëri usa që pas ta i shkatrohet jeta, i shkatrohet familja. Besoni se jo musliman njerëz të cilët nuk e kanë pranuar ende islamin, po kur futen në xhami, thënë shumë dihem mirë, të shumë mirë është. Edhe kanë kënaqësinë të qëndrojnë të rinë shtëpinë Allahut azza wa jall. E ti, e unë, me mzi që i falim 4 rekat namaz, e që ato 4 rekat namaz, me njerë dalin për xhamis, se kemi telefonatat të ndryshme, e po na pijet një duhan një cigara, u lejhem, apo hik për shtëpisë Allahut, apo nuk donë ma shumë t'jesh musafiri Allahut azza wa jall. A ka bised ma e rëndësishme se sa biseda me Allahun? O Zot, udhëzo në rrugën e drejtë. Çfarë qëndrimi kishin sahabët, gjenerata më e mirë ndaj një personi ose ndaj atij që nuk shkonte në xhami, që mungonte xhami? Normal tash ndryshon situata nga personi në person. Siç e dimi këtu, xhamit për disa vëllezër janë shumë larg. Ka thënë për dietarëve një njerëz musliman i cili xhamin e tij ka më larg se 15 kilometra, i bie dhe obligueshmëria e namazit të xumas. Pastaj mos folim për çështjen e ezanit, që ezani këtu nuk thirret jashtë dhe nuk dëgjohet. Edhe për këtë kanë fol dietarët, nuk është njëjtë. Po kjo më shumë që mund t'i preke ata të cilët jetojnë në përvendet tona, 1 metër larg prej xhamis, ezanin e dëgjon e nuk i përgjigjet thirrjes të Allahut te bareke ve teala. E dridh ezani imamit i muezinit, ai për rreth xhamis, i thot haj namaz, haj shpëtim, ai si përgjigjet. Cili ishte qëndrimi? Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ka thënë: La salata li jari al-masjidi illa fil masjid. Për kojshin i xhamis nuk ka namaz për posë xhami. Ai nuk mundet falet në shtëpi. Ai nuk mundet falet në shtëpi. Ai dini vëllezër sa njerëz për xhamis kanë ndru jetë edhe kur kam aty në xhami nuk hyni. Wallahi sa njerëz që ymri u shkoi afër xhamis. Natë e ditë, 5 herë në ditë ta dëgjoj ezanin. Edhe kur kama nuk i shkelin xhami.
nuk hyni mrenda. Wallahi jam dëshmitar për atë që unë di shumë njerëz. Nuk hyni në xhami. E pastaj hajde tash hoxha la xhenazën, falë xhenazën. Tash do të më shtin në xhami me zot se 74 vjet, 70 vjet kur nuk hyni vetë në xhami. E vaj halli për atë. Po edhe për një vëllezër. Për ne që kemi mundësinë, kemi atë kohën e lirë, kemi hapësirë, kemi shansë. Ka ditë ku jeni të lirë, ka ditë ku ose namaze kur keni mundësi të vini në xhami. Po nuk është i njëjti ai namaz që ti e falë në shtëpi dhe ke mundësi të vish në xhami ta falish. Nuk është i njëjti. As me shpërblime, as me ndjenja. E falë shpejt. Ku koncentrove, ku su koncentrove. A e patë mundësi të vish në xhami. Çka të pengoj? Ky mesazh dhe ky ders veçanërisht për vëllezërit që i kanë rreth xhamisë. Duke nis prej Ardonit e këndej. Ardon, Vetro, Kontej, Sion. E ke mundësi vetë, Allah ti ka falë, vetur, ke, shëndet, ke. Kohë, mundësine ke, pse be me nejtë? Pse mos marrë xhami? Pse nuk është vizon be emrin, kohën, momentin? Po do vije dita kur do të kërkojsh për Allah, to Allah nxjerrën prej vorrit që ti fal 2 recat namaz. Ko të gi? S'ka ma. Se edhe të sikër të kthehemi njëjti do të jesh. Përsëri nuk do ta falish namazin. Hasan al-Basri rahmetullah duke përcjell një xhenazë ju afron një djalë të ri i tha, çka mendon ky i vdekmi? Ky rahmetliu çka kishte pas dëshirë? Sikur ti mundsohesh të kthehesh të prapë në dynja. Tha me siguri sa ti fale 2 recat. Tha nëse nuk është ai e ti, fali shpejt. Nëse nuk është ai e ti, ai më shumë kthehet. Ama ti do të jesh ai që edhe ti do të kesh çat dëshirë. Ama ja ti i gjallë falja të 2 recat. Hajde morën xhami. Prezident morën xhami. Se xhamia do të dëshmon për ty. Xhamia do të dëshmon për kujdesin dhe mirëmbajtjen tënde dhe lishmërinë tënde të madhe që ke pas me xhamin. Jo, vetë thoni se shtëpia tona nuk e më të mira se xhamit. Po pse atëherë s'me nejtë në xhami, me nejtë në shtëpi mos marr xhami? Valla është kjo fjalë e hipokrizisë apo çka? Aty themi aty kundërtën e mund. Nëse xhami është vendi më i mirë dhe kemi mundësi, nuk foli kur jeni në punë, na për punë kur s'keni mundësi. Foli për namaz yatsis, foli për namaz sabahit, foli për ditët e vikendeve që keni mundësi. A është xhamia më e mirë se shtëpia? Po pse s'vjen? Pse s'prezenton? Na falë Allahu në uzoftë ja Rabb. Shumë gjeneratët e para selefus salih, ata kishin frikë që mos ta humbin namazin në xhami, namazin me xhamat. Shumë gajle kishin. Shumë gajle kishin. Thot Said bin Musayyib rahimullah, 30 vjet thot nuk e kam humbur tekbirin fillestar në xhaminë e pejgamberit s.a.s. 30 vjet me radhë. Tekbirin fillestar hiç 30 vjet. Domethënë, kur imami ka thënë Allahu Akbar, ky aty ka qenë 30 vjet me radhë, 5 kur namaz hiç pa ndal. Mund të imagjinosh. 30 vite me radhë. Ai aty ka qenë. Ai s'ka prit që Allahu ta thire, pa ai ka shku para se ta thire. Ai ka shku ke Allahu para se ta thire. Jo ta ndëgjon ezanin, hajde pastaj të vrapu për në xhami. Jo, ka shku i parë dhe ky ka shku ke Allahu para se me thirë Allahu, sepse shumë e ka dashur Allahun. Ai që don Allahun. Dhe është i sinqert në dashurinë e tij ndaj Allahut. Ai vjen para kohë. Çat minutë që nga muslimani vjen dhe shfrytëzon në xhami. E dëshmon a dashurinë e tij ndaj Allahut që ka. Sa jemi të sinqert dashurinë tonë dhe Allahu te barektaala. Sa e duam Allahun sinqerisht. Sa jemi precis në takime tjera me njerëz të tjerë të ndryshëm. E sa jemi precis në takimin me Allahun në kohë të caktuar. Se dhe me Allahun takimin e ke në kohë të caktuar. E kur është puna me Allahun e ke mundësi të vish recatin e 2 e 3, mund t'i vonojsh Allahut, ha? E kur vjen puna me dikë tjetër, jo se marrë, e ku ke marrën prej Allahut, ku ke turpin prej Allahut. Thot Imam Ahmedi,
dije thot njihe gënjeshtarin përmes terminit, përmes randevus. Nëse nuk prezanton në takime dhe shpeshherë vonon takimet, dije se është gënjeshtar. E nuk ka më gënjeshtar se ai që ka bëu për traditë për shprehi të mos prezanton në takimin me Allahun në kohë. Orët i kemi, aplikacionet i kemi mundësinë të kontrollojmë, qohim kur është koha e namazit. Po pak dert, pak gajle kemi. Por shpresoj se Allahu do të na rinjallë zemrat, do të na vëdison se nëse kështu jetën e vazhdojmë, nuk na bëjmë punë. Allahu na forcoft ya Rabbel Alamin. Xhamit vëllezër, ose xhamia është vendi ku ti mbrohesh nga munafiqllëku, hipokrizia. E munafiku vendin xhenem e kanë në vendin më poshtë, më të ulët. E xhamia të mbron nga hipokrizia, nga munafiqllëku. Ka thënë njëri nga gjeneratët e para, nëse një njeri e lehtëson, e sheh të lehtë, të thjesht, e thjeshtëson mungesën e tij në xhami, dije se në zemrën e tij ka mangësi. Dije se në zemrën e tij ka mangësi, ka problem. A shkova, nuk shkova. Thjesht, nuk e shef diçka të madhe. Nuk e shef ndonjë problem. Ky person ka problem me zemrën. Kur ta shohish të gjithë kemi problem me zemrat tona. Sepse jemi të gajlosur për çdo çështje tjetër, për çdo gjë tjetër, por kur vjen puna për namazin shumë gajle se kemi. E pastaj mundohemi të bëhemi të mirë njëri para tjetrit. Kurse me Allahun raportet mirë nuk i kemi. Kush nuk tregon kujdesin, dashurinë dhe shpive të Allahut Azza wa Jall, dhe nuk i mirëban me prezencën, me pjesëmarrjen e tij, ai njeri sado që të tregohet i mirë ndaj krijesave, ai me krijuesin nuk është i mirë. Kush nuk është i mirë me krijuesin, s'është i mirë as me krijesat. Na pëlqen, po kjo është realiteti. Imam Ahmedi rahimahullah ka thënë, namazi me xhamat është obligim. Është vajib. Namazi me xhamat është vajib. Kush e ka lanë thot pa arsye është në rrezik. Kush e ka lanë pa arsye është në rrezik. Ibn Taymija rahimahullah ka thënë, hajrul masajidi min a'zamul asbabi dha'f al-iman. Largimi ose braktisja e xhamive është një nga shkaqet më të mëdha të dobësimit të imanit. Amo një falin namazet shpi, edhe namazit do të alash në shpi, që mos ki gajle, mos u. Amo i falin unë e bëçka dhe nëse nuk vi xhami, do të alash, edhe qatë namaz, që e falë shpejt, do të alash. Se në fillim ma para ishe për atyre që ti gjdo her ishe safin e parë. Me strategjin e ti malkuari i arriti që ti të mungojsh në reqatin e parë. E lufta e ti e vazhdushme, e pandërprejë, i arriti që ti të vish të gjdo her në namaz në reqatin e fundit. Me luftën e ti dhe me mundin e ti malkuari, duke të luftuar, se qëllimi i ti është të të bën prej xhehenem live, të të qonë në xhehenem dhe të jesh ushtari i ti. E ajo për të arritur qëllimit ati, e ka strategjinë e ti, i ka ato mënyrat e ti. I arriti që ti të vish namaz vetëm në reqatin e fundit. Ja tash as në xhami nuk vjen. Arsyetimi se ti i fal në xhami, i fal në shtëpi, nëse në xhami ka dikush që ty s'po të pëlqen ose i arriti qëllimit, më fund ndëgjon edhe gjërat e ndaluara, e ke bashkangjit namazit gjërat që nuk lejohet, ka dal derisa e la dhe namazin krejt. Dhe njeriu ja kthen dinit Allahut shpinën. Ibn Taymija rahimahullah ka thënë se kush i braktis xhamit, braktisja është prej shkaqeve më të mëdha të dobësimit të imanit. Pra,
E pam dhe kuptuam vëllezër se gjeneratët e para, selefu salih, ata fejnë e kuptuan me vepra. Jo me muhabete. Jo me thashe theme, me punë. Ne punë shumë pak, muhabete shumë. Muhabete sa dush. E pëkusim një të ti me muhabete, ama kur vjen momenti ta dëshmojmë muhabetin me vepër, jemi shumë larg asaj. Xhamia pra ishte dhe është qendra e jetës së njeriut. Për gjeneratët e para, për selefu salih ishte qendra e jetës së tyre. A është për ne? A është gjë e më e rëndësishme për ne xhamia? A gjithçka që ka të bëjë ne e lidhim me xhamin? Apo jo? Fatkeqësisht, shumë vizita bëhen të xhamia në rast moment nevoje. Edhe vjen shumë keq që këtë do ta ceki. Shumë njerëz vëllezër vinë në xhami atëherë kur i nevojitet hoxha. Nuk vjen si musafiri Allahit, po vjen si një shfrytzues në moment nevoje, ku s'ka ka të shkon ka t'jaman, e ndjen në vetin musliman, ama në xhami edhe kontakti ti me xhamin hiç. E në rast nevoje, do vinë xhami, ka vdek dikush, duhet me ardhë te xhamia, duhet me kërku hoxhën, do një problem, duhet me kërku hoxhën, edhe me i thanë diçka është problem. Në atë aspekt është problem se shpejt edhe hidhrohen preken, edhe pse jeni gabimtar, edhe gjoheri justifikimin e tyre kanë, po unë jam antar, unë paguaj antarësi, ti e ke pa tjetër, më të vish më të mbojsh hizmete, ku ta dim dhe, sa të unë jam antar. Qka si jemi në banë t'i xhami dhe cila është antarësia jote? Po e paguaj unë 360 franak vitin e paguaj. Edhe? Kjo është ajo që ti ja e për Allah në vjetë. Edhe në zvinë xhami, kurse për çështje tjera të dynjas, për makijazhe, për fustana, për luksuze, ato nuk i llogaritë, ato si bën hesab. Ato hiç si kem leti llogarit si shumë sa më ka dalë në fund dhe sapi, sa fustane kam blet për familjen, sa tesha për mu, sa telefona, sa celulara, më thave të thash, ato nuk i llogarit. Të mbet vetëm ta llogarisi që ta përmendi se po pagon antarësi në xhami 360 franak në vit, punë e madhe buke. Po shumë punë e madhe. Edhe nëse ke çka jep edhe ke të përmend, subhanallah, hiç mos u lodh mos jep. Nuk është me rëndësi ajo ti çka jep, sa është me rëndësi prezenca jote në xhami. Çka nevojitet antarësia jote kur ti s'vjen në xhami? Çka? Ti vjen dhe jam antar, unë ty s'njoh, o gjastë të nje. Ftyrën s'ta ka pa. E ti asë që të shmatë si janë antar, e çka? A je i regjistrum në mesin e engjujve, në mesin e robërve të mirë, në masfalësve. Po ne kemi prej vëllezërve që s'kan mundësi të paguajnë antarësi. E tash, aman, namazojeri kemi. E çka të bëjmë tash? Hajde, do më thënë, e qesim atë prej liste, ha? Po s'ka mundësi. Po në aspektin fetar, ma rregull dhe ma i mirë është qaj. Se ti që jep edhe përmend edhe zvjen. Dije se xhamit Allahu i ka garantua mirëmbajtjen për kujdesin e xhamive. Allahu subhanahu wa taala ka garantu. Ju keni parasysh se çdo herë kur nisë xhamia, ndërtimi, blerja, ato realizohen, bëhen. Si mos ti tjetër ka me ardh. Jo ai tjetër ka me ardh. Allahu i sjell njerëz të cilët në mënyra të ndryshme kanë kuptuar atë vlerën, rëndësinë e xhamisë dhe duhen të kontribuojnë të japin. Po me rëndësi është ardhja jote. Po mu nuk është me rëndësi se ti sa ep, sepse nëse ti nuk ep dikush tjetër do hape. Do vinë ndonjë antar tjetër. Mu më intereson pse s'vjen xhami. Pse nuk e mirëmban xhamin shpinë Allahut me prezencën tënde. Pse nuk jepi namaz falësve?
Që nuk mund të thësh unë i fali pas ku namaz kur ne s'po qohim ty. Ajo që dëshmon Islamin tënd është praktika në anën jashtme. E njerëzit kur kush s'po qohin se falesh. E po thëj se unë falem. Ku falesh? Dhe të marrë në xhami, aty ku shkojnë burrat. Allahu na falt. Allahu na falt, në mëshiroft e na uzoft. E na mundsoft ta kuptojmë vlerën, peshën, rëndësinë e shtëpive të Allahut te bareke ve teala. Ai i cili e ka qatë mundësi, qatë shansë, në mënyra të ndryshme, me i shërby shtëpisë Allahut, në mënyra të ndryshme, a veçanërisht me pjesëmarrjen në namaz, le ta falendrojnë Allahun atë ditë. Le ta falendrojnë Allahun që Allahu ja ka hap këtë derë të këtij lloj suksesi, se me ardhë në xhami me fal namaz është një lloj suksesi, taufik që Allahu ti ta ka fal, ta ka dhënë. Nëse nuk mund të shvi xhami, dije se Allahu ta ka mbyllë ty një derë. Jo se ti po arrin diçka, po se ti e ke arrit atë kulminacionin e mençurisë tënde, jo. Të është mbyll dera e rahmetit, subhanallah. Kur të tjerët shkojnë, tash ti s'u shkojsh. Vetë disoj se diçka nuk është në rregull me ty, pendohu. Edhe mos u daj, mos u largo për shtëpisë të Allahut te bareke ve teala. Allahu na fal me shiroft, për xhenet live Allahu na boft. Xhenet Firdaus me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam na bashkoft, për atyre që i mirëbajmë shtëpitë Allahut, Allahu na boft, për atyre të cilët do të kujdesemi për shtëpitë Allahut, Allahu na boft. Lutë Allahu subhanahu wa taala që evlatët tanë rrugën e drejtë Allahu t'i uzon. Prej xhenet live ata neve Allahu të na bon, të vdekurit tanë mëshirë e magfirat rahmet Allahu t'i bon. أقول قولي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.